publik Kadri Zeka, profesorat në Dermako, nderuar Alban, nderuar Katarin, nderuar Antoan, nderuar mysafir nga Zvicra, familjar, kontributës në formimin e jashtëzakonshëm të shtetit të Kosovës, të nderuar kolegë, të dashur studentë. Është nder dhe kënaqësi e veçantë që të presim sot këtu të gjithëve në këtë ngjarje kulturore me rëndësi në Universitetin Turqi Kadri Zeka. Sot nuk jemi këtu thjesht për të parë një film, por këtu jemi për të dëshmuar një histori guximi dhe me sakrifice dhe lidhje të thellë njerëzore ndërmjet dy vendeve, Kosovës dhe Zvicrës. Filmi Letrës Ovac sjell në fakt zëra të pathëna të mira kosovarëve, prindërve tanë, fëmijëve tanë, njerëzve tanë, të cilët përmes vështirësive dhe vendosmërisë lanë atë e tyre dhe kontribuan jo vetëm për të ndërtuar një jetë më të mirë për veten, por edhe për të ndërtuar shoqërinë moderne zvicrane, në kantierë ndërtime të ndryshëm, fabrika, kulturë dhe jetë publike, trashëgimia e të cilëve jeton edhe sot. Në të njëjtën kohë, ky film është edhe një pasqyrim i vuajtjeve që ata lanë pas, shtypjes nga sistemi i dikurshëm, krizës ekonomike, pasigurisë që për dekada karakterizuan vendin dhe popullin tonë. Kjo shfaqje filmi nuk është thjesht një ngjarje kulturore, por është një tribut për ata që dhanë gjithçka që kishin për një të ardhme më të mirë. Një herësh është edhe një rast për të njohur urat të ndërtuara mes dy popujve, siç është Zvicra dhe Kosova. Për ta përmbyllur, më lejoni që të ndaj me ju shkurtimisht rrjedhën e programit të sotut. Pas fjalës time hyrëse, fjalën do ta mbajë rektori ynë, profesori Artan Dermako. Më pas, nderuara Albana Krasniqi Malaj, nga Universiteti i Arteve të Aplikuara dhe Kulturës në Gjenevë, do të prezantoj kontekstin e filmit. Pastaj Katarin Dominik do të bëjë një hyrje të shkurtër për filmin. Dhe krejt në fund, Anton Zhakut, bashkautori i filmit, i cili ka shkruar edhe narracionin e tij, do të lexojë një tekst mbi marrëdhëniet mes Zvicrës dhe Kosovës, i cili më pas do të lexohet në gjuhën shqipe nga një aktor. Pas kësaj do të shfaqet filmi, Letrës Ovac, dhe në fund do të hapet diskutimi nga personazhet e filmit. Edhe një herë, ju falenderit shumë për pranimin tuaj dhe uroj ta shijoni këtë ngjarje të veçantë. Faleminderit. Të nderuar përfaqësues të ambasadës së Zvicrës në Kosovë, dear friends from Swiss Embassy and how to say the owner of this project, thank you very much for coming today among us and thank you for your efforts to make happening this event today. We are thankful. Të nderuar përfaqësues të Universitetit të Kulturës të Gjenevës, të nderuar astronomia Katarin Dominik dhe të nderuar stafi i Universitetit, studentë dhe të pranishëm të tjerë. Sot në ambientet e Universitetit Publik Kadri Zeka jemi bashkuar për një ngjarje domethënëse dhe të thellë njerëzore, kulturore dhe historike për shfaqjen e filmit dokumentar Letrës Ovac, një vepër që flet jo vetëm për një pjesë të rëndësishme të historisë së gjuhës tonë, por edhe për vetë identitetin tonë të shpërndarë në kohë dhe hapësirë. Ky film nuk është thjesht një dokumentar, është një pasqyrë e jetës reale, e përpjekjes dhe sakrificës së mijëra shqiptarëve, që të shtyr nga nevoja ekonomike dhe ëndra për jetë më të mirë, por edhe në ndikim në shtypjes politike në vitet e dekadat e kaluara, kanë kaluar vite të tëra në punë të lodhshme në shtetin zvicran, si punëtor sezonal. Shumë prej tyre vinë edhe nga kjo zonë e Jonja, nga Cilane dhe Morava, dhe rrëfimet e tyre janë rrëfimet e komunitetit tonë, të gjyshëve, të prindërve tanë, të cilët në rrëfimet e tyre shfaqen edhe një pjesë të historisë tonë. Të flasësh për migrimin nuk është asnjëherë vetëm çështje statistikave, është çështje edhe politike. Është mbi të gjitha një tregim njerëzor. Prandaj, vepra si kjo që do të shohim sot janë thelbësore për të ruajtur pjesën kolektive dhe për të ndërtuar urat në kuptimet në mes njerëzve.
Universiteti Publik Ardisej gjithmonë ka qenë i kushtuar në përkrajën e iniciativave që promovojnë dijen dhe që reflektojnë bashkëpunimin, kritikën dhe pjesë bashkëpunime tjera ndërkombëtare. Kjo ngjarje është një shembull konkret dhe i shkëlqyer i një bashkëpunimi mes institucioneve akademike tona dhe atyre diplomatike, dhe për këtë dua të shpreh një falënderim personal dhe të gjithë institucionet tonë për ambasadën e Zvicrës në Kosovë, Universitetin e Kulturave të Gjeneves, si dhe për autorët e filmit që kanë sjellë një rrëfim kaq të ndjerë dhe një rrëfim kaq të passionshëm. Në fund, dëshiroj që ky film të na frymëzojë neve të gjithëve, si qytetarë, si akademik, por edhe si njerëz, që të dëgjojmë më shumë, të kujtojmë më shumë, të respektojmë më shumë ata që kanë ndërtuar jetën e tyre dhe jetën tonë me duar, me mund dhe me zemër larg vendimit. Faleminderit që jeni sot prezent dhe ju dëshiroj një shikim të këndshëm të këtij dokumentari. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Albana Krasniqi Malaj, jam në qytetin tim të adoptimit këtu. Dhe jam shumë e kënaqur që jeni kaq të numër sot për të parë këtë film. Unë nuk do t'ju flas për filmin sepse realizatori i filmit do t'ju flasë për të, por unë do t'ju flas për disa fakte historike të cilat i kanë shoqëruar gjithë procesin e sezonal dhe kontrolin sezonal në Zvicër. Në Zvicër që prej vitit 1930 ekziston mundësia për të qenë sezonal në Zvicër. Në atë kohë të parë ishin italianët e më pas kanë ardhur edhe publicitet të tjera spanjolle e tjerë. Mbi 6 milion sezonierë nga viti 1934 deri në vitin 2002 kanë ardhur në Zvicër për të punuar. Fjala sezonier vjen sepse së pari ky status i punëtorit sezonal është krijuar për shkak se kishte bujqësia nevojë për punëtor sezonal. Edhe përderisa vjen vetëm gjatë të korave të shirave apo gjatë periudhave kur bujqësia kishte nevojë për ta, ata vinin për të punuar dhe mbeti fjala sezonal për të përdorur për çdo lloj punëtori që vinte në Zvicër për të vazhduar pastaj me ndërtimtarinë dhe me degë të tjera të ekonomisë së Zvicrës. Do doja t'ju them se faktikisht ky status sezonal, edhe kjo tregohet edhe në film, ky status sezonal ka qenë një proces administrativ i zakonisht shumë i dëmshëm në kuadër të denigrimit të personit, në kuadër të sendërtimit, do të thënë janë kthyer njerëzit si sende të cilët kanë ardhur atje për të punuar, kishte Zvicra nevojë për krahun. Një pjesë e mirë e punëtorëve vinin nga Kosova. Duhet të dimë që në vitet 60, 70, 80 kur ka qenë fluksi më i madh i punëtorëve që kanë ardhur sezonal në Zvicër, Kosova ishte një ndër krahinat më të varfra në ish Jugosllavi dhe gjithashtu me anë të nënshkrimit të konventave bilaterale midis Zvicrës dhe Kosovës edhe i Beogradit atëhershëm, interesi ishte që sa më shumë të shkojnë të rinj, të largohen nga Kosova dhe me mendimin që të mbeten atje. Për të shirë dhe punëtorëve sezonal që kanë ardhur atje ishin vetëm burra, shumë shpesh nga shtresa shumë të varfra të popullsisë, kryesisht rurale, kryesisht bujqësore, dhe vinin atje në asnjë moment për të qëndruar, për të vendosur, por vinin atje për të krijuar një qenie për familjen e tyre, disa të holla për të ndërtuar një shtëpi, dhe nuk i merrnin fëmijët e tyre. Do ta shihni në film që për popullsinë italiane, portugeze dhe spanjolle kanë qenë të tjera realitete, për shqiptarët ka qenë krejtësisht e pamundur sepse ideja nuk ishte që të mund të vendosen atje. Kanë qenë masa administrative brutale dhe shumë diskriminuese, dhe pikërisht për këtë arsye ky proces i njohjes së vlerave dhe i njohjes së jetës së vërtet që kanë pasur shqiptarët e të tjerë sezonal në Zvicër po bëhet këto vitet e fundit, me qëllim që të krijohet ose të shërbehet si një mënyrë kërkim falje nga autoritetet zvicrane për punëtorët të cilët i kanë shfrytzuar në ato vite. Disa specialistë të sociologjisë e quajnë këtë proces një lloj kolonizimi në shtëpi.
Pse? Sepse punëtorët vinin, ju bënin kontrollet mjekësore, ju kontrollonin gjendjen e mushkërive etj. Me një radiografi që ishte vendosur në hyrje të çdo kufili, dhe në qoftë se ishin të aftë për punin banen, në qoftë se nuk ishin të aftë për punin kthenin, dhe njëkohësisht kur iknin nga Zvicra nuk ishte më nevojë që t'i bënin kontrollin shëndetësor, por puna që ata bënin në Zvicër ishte aq e rëndë, aq e vështirë, saqë shumë shpesh shëndeti i tyre ishte shumë i prekur nga puna që kishin bërë. Kjo lloj mënyre e dezumanizimit e çumanizimit të këtyre personave është me të vërtetë në trendet e sotme, në kontekstin e sotëm, është me të vërtetë për të gjykuar dhe për të riparë. Njëkohësisht duhet thënë që kushtet ekonomike i shtyn kosovarët shqiptarët e Kosovës që të largohen, ata ishin një popullsi pa njohur, ishin një popullsi e heshtur, quheshin Jugo, sepse vinin nga Jugoslavia e hershme, dhe vetëm në plasjen e luftës në Kosovë, kur u ndërkombëtarizua çështja kombëtare shqiptare dhe lufta që po bëhej këtu dhe gjithë masakrat dhe dhuna që po ushtroheshte, vetëm atëherë popullsia zvicrane u ndërgjegjësua që pritse këta jugo që kanë shqiptar faktikisht. Dhe kështu ata u vendosën atje, ishin kushtet politike të këtushme të cilat i dhanë një trend të ri ikjes shqiptarëve dhe ardhjes atje si sezonale apo si kërkues azili, por gjithmonë kjo popullsi që tani arrin në brezin e tretë, domethënë në vitet 60-70 kanë qenë brezat e parë të personave që kanë ardhur punëtor sezonal, tani jemi në brezin e dytë dhe të tretë, sepse një politikan zvicran thotë on a voulu des bras, des chambres krah. Po bashkë me krahët morëm edhe njerëzit, bashkë me njerëzit me burrat morëm edhe gratë, morëm edhe fëmijët e tyre. Dhe ata fëmijë rriten dhe zhvillohen sot në Zvicër, duke qenë një identitet të plotë në përkatësi të ndryshme shqiptare dhe zvicrane, dhe pikërisht kjo merit i takon këtyre sezonierëve, këtyre brezave të parë, të cilët kanë ditur të edukojnë fëmijët e tyre, të cilët kanë ditur të ushqejnë dhe të mbajnë gjallë frymën kombëtare, dhe duke u ndërgjegjësuar që fëmijët e tyre nuk duhet të kenë të njëjtën histori që prindët kishin. Dhe për këtë e falenderoj jashtëzakonisht shumë të gjithë pjesëmarrësit në film, por sidomos një legjend që e kemi në Gjenevë, sondi nga Gjeneva, Kadri Abdullahun, i cili jo vetëm që ka qenë një sezonier në atë kohë, ka lënë studimet e ekonomi për të ardhur për të punuar në Zvicër, por edhe një sindikalist i shquar dhe një kontribues i madhështor në çështjen shqiptare dhe në ndërgjegjësimin e diasporës dhe është përfaqësuesi më i denj i Gjilanit, i Zhegrës, i Anamoravës, themi, që kemi atje dhe krenohemi për të, por krenohemi edhe për vajzat e tij dhe për fëmijët e tij, të cilët aq bukur do ta shihim në film, kanë ditur të dëshmojnë gjithë ndjenjat e tyre, dhimbjen e tyre, duke parë vuajtjet edhe kontributin e babait të tyre. Bonjour à tous, je suis très fière d'être ici aujourd'hui et très contente parce que j'avais fait une promesse à la famille Abdullahi et à toutes les personnes qu'on a filmées, c'est de venir présenter le film à Gjilan un jour. Jam shumë e lumtur dhe shumë krenare që gjendem sot në prezantimin e këtij filmi, sepse i kam mbetur vetes besnike, i kisha premtuar të gjithë personave që kam intervistuar për filmin që do të vi ta shfaqen filmin në Gjilan dhe ja ku jam Gjilan. Je dis un jour parce que ça a quand même pris 4 ans, c'était long, mais voilà, c'était une promesse et on y est arrivé et on est tous là, donc c'est chouette. Je suis réalisatrice et aussi productrice du film, donc j'ai des gens à remercier parce que sans eux on ne pourrait pas être là. Në fakt thash që do vinin ta tregonin filmin, kemi 4 vjet që kemi ardhur për filmimet, domethënë pas 4 vjetësh jeni këtu dhe është me të vërtetë shumë kënaqësi që të gjendeni këtu. Katarin paraqitet domethënë prezantohet si producente dhe realizatore e filmit dhe për realizimin e filmit ka pasur kontribues të ndryshëm të cilët do donte t'i falenderonte. Alors premièrement, j'aimerais remercier le recteur de l'université, Monsieur Artan Bermakou, de nous recevoir aujourd'hui. Et puis aussi le comité d'organisation, car je sais qu'il y a plusieurs professeurs qui ont préparé cette journée. Fitore Malay, Avni Roudako, Betim Berisha, Minire Azin Redjepi,
et aussi Céline Dakou, avec qui j'étais en contact par mail. Së pari të doja të falenderoj rektorin e universitetit që na bëri të mundshme të jemi ne sot këtu, gjithashtu edhe për organizimin e një grupi punues për realizimin e kësaj dite, duke falenderuar domethënë rektorin Artan Dermaku, pastaj zonjën Fitore Malej, zotën Avni Rudaku, Betim Berisha, Minira Azier Rexhepi, Selim Daku, me cilin ka qenë në kontakt gjithkohën me mail. J'aimerais aussi remercier nos soutiens financiers. Comme ça a été dit, il y a l'ambassade suisse à Pristina qui a été le premier soutien. Et après, c'est rajouté le groupe Orlati, dont le père Orlati était saisonnier en Suisse. Ensuite, j'aimerais remercier aussi les partenaires de la tournée, puisque comme vous voyez, on commence ici à Gjilan, et ensuite demain on sera à Pristina, et après-demain à Rauvets. C'est l'Université des cultures de Genève, anciennement l'Université populaire albanaise, et aussi la troupe de théâtre Genda Multimédia à Pristina. Do doja të falenderoj gjithashtu të gjithë personat të cilët na kanë bërë të mundur këtë tur, siç e shihni në program, sepse sot jemi në Gjilan, nesër jemi në Prishtinë dhe pasnesër jemi në Rauvec. Falenderoj pikë së pari ambasadën zvistrane për mbështetjen që i ka dhënë për realizimin e kësaj e ardhjes këtu dhe të mundësisë projektimit të filmave, gjithashtu edhe grupin Orlati, i cili babai i këtyre djemve që janë shumë të suksesshëm në industri, ka qenë ai një punëtor sezonal. Voilà. Partnerët e tjerë të këtij turneu janë Universiteti i Kulturave të Gjenevës, që përfaqësoj, dhe trupa e teatrit multimédia në Prishtinë. Et plus particulièrement, j'aimerais remercier aussi Albana Krasniki et puis ensuite aussi Antoine Jacou, parce que c'est grâce à leur contact aussi qu'on a pu organiser cette tournée. J'aimerais aussi remercier le directeur du théâtre, Gjilan Erson Zimberi, parce qu'on a tourné, vous allez découvrir dans le film, on a tourné devant son théâtre avec un dispositif un peu particulier que vous allez découvrir, et aussi son frère qui est là, Ernest, qui va faire la traduction du texte d'Antoine qui va suivre après. Falenderojm njëkohësisht Albana Krasniqin dhe Antoine Jacou, që është këtu prezent, për bashkëpunimin dhe për ndihmën që i kanë dhënë përmes kontakteve të tyre në Kosovë, dhe gjithashtu drejtorin e teatrit të Gjilanit, zotin Zymberi, Ersan Zymberi, dhe zotin Ernest Zymberi, i cili është aktor dhe që ka ardhur të përkthej të lexojë në shqip pjesën që Antoine do të lexojë pak më pas në frëngjisht. Et puis surtout, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au film à Gjilan en 2021. Je sais qu'il y en a certains qui sont là aujourd'hui. Pas tous sont dans le film parce qu'on a dû faire des choix, mais je les remercie infiniment. Également, évidemment, la famille Abdoulaye qui s'est lancée dans cette aventure sans vraiment savoir où ils allaient et puis se retrouver aujourd'hui ici à présenter le film. Merci infiniment, ça a été une belle et longue aventure depuis 2019. Falenderoj përzemërsisht pak më përpara në fjalën nuk e përktheva deri në fund, ai drejtori i teatrit të Gjilanit i ka mundësuar që të vejë një bankar të madhe të cilën ju do ta zbuloni duke parë filmin, duke nga ana logjistike duke ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Dhe njëkohësisht falenderoj të gjithë pjesëmarrësit të cilët kanë dhënë intervista për filmin. Në një montazh filmi është e pamundur të mbash të gjithë, por i falenderoj ata që janë dhe që nuk janë në film. Falenderoj gjithashtu të gjithë familjen Abdullahi, e cila ka marrë pjesë në shumë hallka të realizimit të filmit. Et la dernière chose que je veux dire, parce que maintenant on a envie d'avancer dans le film, juste dire que ce film, Lettres ouvertes, c'était d'abord une exposition à Genève en 2019, qui s'appelait Nous, saisonniers, saisonnières, qui voulait rendre hommage aux saisonniers qui avaient construit la Suisse. Et les portraits que vous allez voir vidéo de Lettres ouvertes ont d'abord été dans cette exposition. Et l'exposition a eu un tel succès et les gens étaient tellement émus par ces films que j'ai décidé d'en faire un film et de rajouter certaines séquences, dont celle à Gjilan.
Vitin 2019 është bërë një projekt masiv në Gjenevë për pikërisht një ekspozitë i cili kushtohesh të punëtorëve sezonal dhe kjo u bë me qëllim që të mund të falenderonin së pak ata punëtorë të cilët ishin ndërtimtarët e Zvicrës së sotme dhe duke parë emocionin që jepte ekspozita dhe dëshmitë që jepeshin përmes ekspozitës, Katalin vendosi që të bëjë një film të cilin ju do ta ndiqni sot në Gjilan. Ernest, pour toi. C'est un prologue, mais ça pourrait être une fois un épilogue. Ky është një prolog, por mund të ishte një epilog. D'abord Vaud a dit oui, et puis Berne a dit oui, et puis Zurich a dit oui, et puis Argovie a dit oui aussi. Puis Bâle-Ville a dit oui, et puis Bâle-Campagne a dit oui. Ou s'ils ont dit non, ces paysans, on n'a pas entendu. Et puis Fribourg a dit oui, et Genève a dit oui, et les Grisons ont dit oui, et Glaris a dit oui, enfin, presque oui. Et Zug a dit oui, et Lucerne a dit oui, et Lidwald a dit oui, et Obwald a dit nein. Mais c'est petit, Obwald, on s'en fout de Obwald. Et Schaffhouse a dit oui, et Schwytz a dit oui, ou Jawohl en dialecte, et Soler a dit oui, et le Tessin a dit si, va bene così, et Turgovie a dit oui, et Uri a dit oui, et le Valais enfin a dit oui. Fillimisht, Vaudi tha po, pastaj Berne, pastaj Zürichu, pastaj Argau, pastaj edhe qyteti Bazile tha po, pastaj edhe Bazilani tha po. Edhe nëse ka thënë një ata fshatar, nuk I kemi dëgjuar. Pastaj Friburgu tha po, pastaj Gjeneva, pastaj edhe Graubündeni tha po, pastaj edhe Glarusi tha po. Nëse, gati po. Pastaj Zug tha po. Pastaj Lucerni edhe Nidwaldeni, Obwaldeni tha jo. Ama Obwaldeni është I bukur. Janë I për Obwaldeni. Edhe Schaffhausen tha po, apo Jawohl në dialektin E tyre. Edhe Soloturni tha po. E Ticina tha si, va bene così. Edhe Turgau tha po. Edhe Uri tha po. Edhe Valais tha po. Et alors tout s'est mis en place, tout s'est organisé. Et le Kosovo est devenu le 27e canton suisse. Oui, le 27e et dernier canton suisse. Car on ne va pas faire de la France un canton suisse. La France, on préfère qu'elle reste française à cause des Français. Et on ne va pas faire de l'Allemagne un canton suisse à cause des Allemands. Et bien sûr qu'on ne va pas faire de l'Italie un canton suisse, parce que l'Italie, ça va pour les vacances, mais sinon... Dhe kështu, të gjitha gjërat rënë vendin e vet, gjithë çka u organizuam. Dhe Kosovo u bë kantoni 27 Zvicran, po, kantoni 27 Zvicran, sepse nuk është se do ta bëjmë Francën kanton Zvicran. Sa I përket Francës, sa për ne më mirë, le të mbetet franceze. Dhe do ta bëjmë Gjermaninë kanton Zvicran, për shkak të gjermanëve. Dhe natyrisht që nuk do ta bëjmë Italinë kanton Zvicran, sepse Italia është e mirë për pushime. Kaq. Për te asaj. Maintenant, je vous le dis, chers nouveaux confédérés, chers nouvelles confédérés, il va falloir vous intégrer. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des habitudes. Il ne faut pas rigoler avec ça. Trier ses déchets, faire du sport le dimanche, ne pas étendre sa lessive le dimanche, ne pas faire trop de bruit, ne pas faire trop de bruit. Toujours mettre un slip propre au cas où on a un accident, s'essuyer le derrière jusqu'au sang, ne pas demander du sel au voisin, ne pas demander du beurre au voisin, ne pas déranger le voisin.
Et puis surtout, ne pas dire bonjour dans le bus, ne pas dire bonjour dans l'escalier, ne pas dire bonjour dans le train. Et puis bien sûr, mais cela va sans dire, ne pas sourire au charcutier, ne pas sourire au boulanger, ne pas sourire à la fleuriste, qui de toute façon ne vous souriront pas non plus. Et puis surtout, enfin et surtout, dire merci, au revoir et merci, au revoir, merci. Vous pouvez d'ailleurs vous entraîner à la maison. Au revoir, merci, au revoir et merci. C'est une question d'exercice. C'est une question de discipline. C'est une question de bonne volonté. Tash më lini që t'rregoj të dashur bashkëqytetarë të rinj të Konfederatës Zvicrane, të dashur Zvicranë të rinj. Pak a shumë do ju duhet të integroni. Ka rregulla, ka parime, ka sjellje. Pra të egare me këto punë. Ndani mbeturinat, bëni sport të djelave, mos i shtrini rroba djelave. Mos bëni shumë zhurmë. Mos bëni shumë zhurmë. Gjithmonë veshni të brendshme të pastra në rast aksidenti. Fshini pythën deri në gjakosje. Mos kërkoni krep nga komshiu. Mos kërkoni gjallë nga komshiu, me një fjalë, ose shqetësoni komshiu. Dhe mbi të gjitha, mos tani përshëndetje në autobus, mos tani përshëndetje në shkollë, mos tani përshëndetje në tren, dhe natyrisht, s'ka me më duhet kjo për. Mos i buzëqeshni furraqit, mos i buzëqeshni kasapit, mos i buzëqeshni luleshitësit, as ata nuk do t'ju buzëqeshin juve. Dhe mbi të gjitha, e fundit për jo pak e rëndësishme. Tani faleminderit. Miru pafshim dhe faleminderit. Miru pafshim dhe faleminderit. Nuk ta praktikoni edhe në shtëpi. Miru pafshim, faleminderit. Edhe njëherë, miru pafshim dhe faleminderit. Është çështje praktike, është çështje discipline, është çështje e vullnetit të mirë. Regardez-nous. On y arrive, nous. Vous nous avez vu sourire. Si vous nous avez vus, c'était un accident. Voilà. Bienvenue encore les amis, bienvenue au 27e canton suisse. Vive le Kosovo suisse, vive la Confédération helvétique, vive le sourire et la joie de vivre. Na shikoni neve, ne e dim si bëhet. Nëse na keni parë duke buzëqeshur, duhet këtë qenë aksidente. Ja, kështu. Përse, mirë se vini meq, mirë se vini në kantonin e 27 Zvicran, rënoft Kosova Zvicrane, rënoft Konfederata Zvicrane, rënoft buzëqeshja dhe gëzimi I jetës. La joie de vivre. Merci beaucoup.